Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lenin Allahut Azza wa Jall me komentimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala dhe sot do të fillojmë me lenin Allahut Azza wa Jall me komentimin e surës At-Takwir, e cila është sure mekase e zbritur në periudhën e Mekkës. Por para se t'ja filloj, ndoshta që ta përmendin një kujdes që duhet me pas ato që prezanton ligjërata, sidomos do thotë në kohën e modernizimit, kohën e teknologjisë, ku jemi të vetëdijshëm se çdo send është duke u bë online, të keni kujdes me fotografimet. Jo çdo kush që është prezant në mesin tonë, jo çdo kush është i pajtimit që me u fotografu. Dikush e ka mendimin se është haram, tjetri do thotë nuk është fotogjenik, nuk del mirë në foto dhe për këtë shkak s'ka qef me u fotografu. Dhe shumë arsye tjera që do të më pas parasysh që jo çdo kush që është në mesin tonë pranon që edhe dikush me e fotografu. Kështu që domethënë nëse nuk je i sigurt se dikush ka qef ta fotografosh me aparatin tënd, me telefonin tënd, çka do të ke në dorë, mos e fotografo. Përveç se nëse e din se si pengon fotografimi, atëherë s'është problem, fotografoje dhe do të thotë bane share do të thotë atë foto të cilën e ke nxjerr. Një vërejtje do të thotë që të keni parasysh dhe të keni kujdes se kënd jeni duke e fotografu. Vazhdojmë me komentimin e surës At-Takwir, që është sure mekase. Thot Allahu Azza wa Jall: Bismillahirrahmanirrahim, idha ash-shamsu kuwirat. Idha ash-shamsu kuwirat. Surën që do ta përmendim vim, apo surët At-Takwir, është sure e cila flet përsëri do të thotë për shenjat e ditës së gjykimit, apo për ndodhinë që kanë më ndodhur në ditën e gjykimit, apo për kiametin, më mirë thonë përgjithësi. Dhe sot do t'i përmendim 6 ndodhi që kanë më ndodhur, që kanë të bëjnë me këtë dunjë, dhe 6 ndodhi tjera që kanë të bëjnë masi që të ndodhe kiameti. Apo që janë do të thotë që nuk kanë të bëjnë me këtë dunjë, apo kanë të bëjnë me ahiretin. Dhe për këtë shkak të keni kujdes në përmendjen e ndodhive, që të përmendet 6 të parat dhe 6 të mbramat, t'i dallojni dhe t'i detektojni se pse këto 6 janë të kësaj dunjoje, e pse 6 të tjerat janë të ahiretit që nuk i kemi para nesh. Allahu Azza wa Jall thot: idha ash-shamsu kuwirat. Thot edhe kur thot dielli, edhe kur dielli ka me u shkatru. Edhe kur dielli ka me u shkatru. Kuwirat thot është për qëllim se dielli ka mu marë, ka mu mbështjell. Ma mirë mi thonë edhe kur dielli ka mu mbështjell. Por në përmenda ka mu shkatru, që ta keni parasysh se kur të mbështjell dielli mes vete, atër do t'i humbët edhe drita. Ki dielli madh që e shohim në sot, që na bën dritë, që na nxej dhe shumë dobi tjera të cilët i kemi prej saj, në ditën e gjykimit, ki diell ka mu marrë dhe ka mu bo çka? Ka mu bo truq, ka mu mbështjell, ka mu mbledh, ka mu palu njëra mes tjetrës. Sikur se kur e merr këtë fletë e mbledh kështu e bën. Çka nuk është më fletë ajo. Ajo më është një top i mbledhur në cila nuk ka fajde prej saj. Edhe Allahu Azza wa Jall thot: ki dielli që është shumë i madh dhe është më i madh se toka, shumë herë më i madh se toka, në ditën e gjykimit, ka mu mbledh, ka mu bo top për t'ju hub drita asaj. Për t'ju hub drita asaj dhe për t'a hub dobin prej saj. Dhe Allahu Azza wa Jall përmend në disa ajete tjera kuranore se Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit edhe diellin kanë me hudhën në zjarr, në xhehenem. Pse? Kjo për me qenë argument për adhuruesit e diellit. Kjo me ju thonë adhuruesve të diellit se juve, me gjithë ato që i kini adhuru, kina me ju gjujtë në xhehenem. Ama s'parere Allahu Azza wa Jall fillon me shkatrimin e diellit, edhe s'parere dhe të e ban hudhjen e diellit në zjarr, në xhehenem, e pastaj i hudh në xhehenem edhe adhuruesit e diellit. Thot Allahu Azza wa Jall:
innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Thot me të vërtet ju dhe ato që adhuroni përpas Allahut, jeni lënë djegëse të xhehenemit. Jeni lënë djegëse të xhehenemit, përpas se njerëz të devotshëm. Pse? Sepse njeriu do njerë bën zullum. Edhe çka bëjnë? I adhurojnë evliat, njerëzit e mirë dhe devotshëm të adhuruesit të Allahut Azza wa Jall. Sikur se ka ndodhur në pas kohës së Nuhit alayhis salam, apo para kohës së Nuhit alayhis salam, shkaku i shirkut e dini fort mirë çka ka qenë. Shkaku i shirkut kanë qenë njerëzit e mirë dhe devotshëm. Pse? Ka pas njerëz të mirë dhe devotshëm të cilët kanë adhuruar Allahun Azza wa Jall, ashtu si ka dashur Allahu subhanahu wa taala në mënyrë të drejtë. E dikur më vonë janë mbledh njerëzit dhe kanë thonë hajde ti përmendmi ato njerëzit, evliat që i kemi pas në atë zaman. Edhe janë hunxhi, janë mbledh edhe i kanë përkujtuar ato evliat e mirë. Kanë thonë a ju kujtohet filani se sa shumë adhuroj ke Allahun Azza wa Jalla, e tjetri sa shumë maj ke Ramazan, e tjetri sa shumë bëj ke kështu, sa shumë jep ke sadaka dhe kështu me radhë. Ka ardhur një gjenerat tjetër, ka thonë hajde të hulmi edhe ti përmendim emrat e timve, edhe kadal të fillojmë që çka të sillemi të shtëpiat e atimve, të breturinat që i kanë pas, apo që më mirë thonë teshat e timve më i marr para vetes me na përkujtu ata çka adhurimin e Zotit me na përkujtu. E vjen gjenerata tjetër i vizaton ata, vjen gjenerata tjetër i adhuron fotografit, i adhuron vizatimet dhe kështu ka fillu shirku. Shirku, do më thonë, kur ka fillu së pari herë, ka fillu me vizatimet e njerëzve të devotshëm dhe të mirë. Kështu ka ndalë prej fejs, e kanë marë fotografinë një njeriu të devotshëm edhe kanë fillu me adhuruat. A kanë përgjithësi ata fotografi, ato personat ative fotografive, nuk kanë përgjithësi. Dhe nuk kanë më gjujtë në xhenem, sikur se kanë me gjujtë Allahu në xhenem diellin. Njerëzit e mirë nuk kanë me gjujtë në xhenem. Pse thotë Allahu Azza wa Jalla, dhe këtë argumentojmë me ajet kuranor ku thotë innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Thotë me të vërtetë, ata të cilët kanë qenë thotë dhe ju kanë paraprit mirat e tona, ata thotë janë larg dhe i mbrojmë nga zjarmi i xhehenemit. Devotshmit të mirit të cilët i kanë të mirat e Zotit i kanë ardhur para dhe Allahu va ka bëu nasip, ata do të jenë larg zjarmit të xhehenemit. Për dallim prej diellit, të cilën diell Allahu Azza wa Jall ka më shkatruar në ditën e gjykimit, dhe nëse ka më shkatruar për çka edhe ka më gjujt në xhehenem, për me ju thonë adhuruesve të diellit se juve ju ka ardhur radha shtash së bashku me diellin të cilin e keni adhuru, do të keni muhu në xhenem, edhe se kjo është edhe një mesazh tjetër për me ju thonë, hajtë kërkoni ndihmë prej diellit juve të cilët ju e keni adhuru. Kërkoni shtash ndihmë prej diellit, s'ka ndihmë. Bile ai ka më ju parapri juve në zjarmin e xhehenemit, o Zot na ruaj nga ky zjarm i vrasht. Wa idhan nujumun kadarat. Wa idhan nujumun kadarat. Thot edhe kur yjet kur yjet kanë me ra, kanë me pëlqit dhe kanë me ushduk prej vendeve të tyre. Thot Allah Azza wa Jalla, e dini fort mirë ju se yjet janë në qiell, dhe se cila është e renditur në vendin e vet përkatës që i përshtatet në aspektin kosmologjik dhe në aspektin e bukurisë dhe estetikës, e cila pame ja kënaq shpirtin krijesave. Sa që ekziston shkencë posaçme dhe e dini fort mirë të teleskopet posaçme të cilët i kanë drejt njerëzit për të shiquar yjet dhe zhvillimin e tyre. Pse? Sepse kjo është një pamje e cila zbukuron qiellin dhe është kënaqësi për krijesat. Për Allahu Azza wa Jall, për me qenë i kënaqur edhe natën, kur është errësira e madhe ka kriju për ti edhe yje, që me të pushu syri, mu knaq me pamjen e yjeve. E thot në ditën e gjykimit, këto yje edhe pse janë larg në qiell, askush s'ka mundësi t'i prek dhe t'i kap, këto yje kanë me ra prej vendet e saja. Kanë me ra dhe kanë mu shkatru dhe ka mu zhduk ajo bukuri që ke pak më herët. Ka mu zhduk ajo pamje me cilën pamje ju knaqeshit. Për me ju tregu se ma nuk ka bukuri dhe ma nuk mbetet pamje, bile edhe natën, e cila ka qenë një mundësi e fundit, natyrisht se pamja yjeve natën, bukuria yjeve natën, është rrugdalje sepse s'ka tjetër.
Nuk krahasot me bukurinë e ditës, me bukurinë e maleve, dhe sa është çka bukuria më e cila është domethënë rrugdale sa më thonë se s'kemi hiç. Edhe më në ditën e gjykimit, edhe ajo për cilën kemi thonë se kjo më është e fundit, edhe ajo e fundit ka më shkatru dhe nuk mbetet më asgjë që është kënaqësi për pamjen e njeriut. Wa idhal jibalu suyirat. Thot edhe kodrat kanë mu zhduk. Kanë mu zhduk dhe kanë mu fshin, kanë mu bo heba me menthura, kanë mu bo plun. Këto kodra të mdhaja, këto kodra gjigante, të cilës ta merr mendja se ka mundësi dikush mi lëkun prej vendit të tyre, Allahu Azza wa Jalla në ditën e gjykimit ka mi shkatru. Thu se s'kan qenë asnjëherë. Edhe këtu komenti i sujjerat është se këto kanë me u bo për te plunit. Pse? Sepse pluni ka gjurë. Kurse Allahu Azza wa Jalla këto i ka përmend sujjerat se bile nuk ka me mbet as gjurë ma prej këtyre kodrave të mëdhaja. Sepse është për te heba e menthura, për te plunit dhe asgjësh. Që me tregu se fuqia e Zotit është aq e madhe, sa që këto kodra që janë gjigante dhe madhështore, kanë muzduk dhe s'kanë melon mas vete asnjë gjurë. Asnjë nishan, asnjë isharet se ka pas dë njerë diçka ati. Wa idha al-isharu uttilat. Wa idha al-isharu uttilat. Dhe thot edhe kur devet kanë mulon mas vete. Këtu është kanë mulon mas dore. Pse janë përmend këtu devet? Pse janë përmendën devet ishar? Edhe pse janë thonë është përmend se kanë mulon mas dore. El-ishar janë devet të cilët devet çka? Janë dy manaja që unë nuk mujta me bo dhe të thotë me vendose cëlla është njëna prej kësaj, po do t'i përmendim të dyjat. Janë devet të cilët janë 7 zone në muajin e 10, sepse nuk e di se sa rin do të thotë i vogli devës në barkin e nonës së saj, apo janë devet që kanë kalu 10 muaj pas lindjes, edhe kanë çka deve të vogla. E nuk i thënë arabisht naka i thënë devës vogël, do të thotë xhemel i thënë devës madhe që është do të thotë e madhe, nona e devës së vogël apo nona e nakës. Pse përmendim këtë? Nga se devet që janë para lindjes apo devet që janë mas i lindin dhe kanë të vogla, janë të çmueshme dhe janë të vlefshme tek arabët. Apo në përgjithësi tek njerëzit që i posedojnë ata. Për çka thot Allahu Azza wa Jall? Këto deve kanë mulon masdore, kanë muharu, edhe pse kanë shumë vlerë, edhe pse kanë shumë pesh, megjithatë kanë mulon masdore dhe kanë muharu. Por se kjo nuk vlen vetëm për devet. Allahu Azza wa Jall i ka marrë për shembull devet në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse devet me të voglat e saj kanë qenë pasuria më e çmueshme në atë zaman. Kanë qenë diçka që do të thotë pasuri aq e madhe, aq e vlefshme sa që s'ka pas mundësi që mu krahasu me pasuritë e tjera. Dhe Allahu Azza wa Jall i përmend këto deve me të voglat e saja, qofshin të lindura apo të palindura, sepse kanë pesh, edhe devja si deve është në kohë ku jep shumë qumsht, por se është në kohë kur ose do të jep prodhim qofshi vlefshëm dhe ka çmim, ose vetëm se më e ka dhënë atë prodhim dhe se duhet me rujtat dhe mu kujdes, para mendoni sa kujdesen për kinxhin e devës. Apo për devën e vogël që lip tretman të posaçëm dhe kujdes të posaçëm nga se ka vlerë, nga se ka çmim në treg. Dhe thotë Allahu Azza wa Jall, këto kret kanë mi haru, kanë milon masdore. Çdo me thonën, në këtë zaman i themi kështu, pallatet e mdhoja, Mercedeset e shtrenjta, kerët e shtrenjta, kerët luksoze, villat luksoze, këtë keni mi haru. Kini milion masdore thu se ata nuk ekzistojnë, nga derdi dhe të lashja e madhe që kini me pas me vetvetën. Nga derdi i madh që kini me pas ndaj vetvetes se është trishtimi i madh. Dhe çdo kush kullu mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Na e përmendëm dersin e kaluam ajetin kuranor ku thotë Allahu Azza wa Jall, çdo kush prej tyre ka me pas derdin e vetvetes. Ka me pas gajlen e vetvetes së vet. Dhe ka me harun non bab e të mos lasin për deve e cila vlen shumë. Ndërsin në ajetin e kuranor që e përmendëm në suretul Abas nuk përmendet malli.
përmendet lidhja fare fisnore. Përmendet nona, baba, vllavi, gruaja, motra kështu me radh, ama nuk përmendet malli. Në suretut Tekwir përmendet vlera që i ki, se dikush ka mundësi me qenin aq i keq, sa që me të vërtet prej kësaj dunjoje si intereson familja. As pak, kemi edhe t'il që si intereson as nona, as baba, as vllavi, as gjaki, as farefisi, as kurkush, hiç. Bila as gruan e vet se don më shumë se pasurinë e vet. E Allah Azza Jall thot edhe ata që e dojnë pasurinë më shumëti, se sa krejt ato që u përmendën më lart, edhe këtë pasuri kanë me haru. I dashurum deri në kulminacion ndaj pasurisë, sa që me anë të kësaj pasurisë e ka haru edhe familjen këtë ditë, edhe pasurinë e vet ka me haru, ka me ja kthi shpinën bile. Sepse ka me pas gajlen e vetvetes. Thot Allahu Azza Jall wa idha al-wuhushu hushirat. Wa idha al-wuhushu hushirat. Ajeti që vjen në vazhdim thot edhe kafshët e egra kanë më ringjall. Kjo është një mesele e rëndësishme që ta kemi parasysh se edhe kafshët Allahu Azza wa Jall kanë më ringjall. Ka më ringjall për të tregu drejtsinë e tij absolute. Për me tregu Allahu Azza wa Jall se ai ka me gjiku me drejtësi ndaj çdo krijese që ka ardhur në këtë dunjë. Çdo sen që është krijesë që jeton, Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit ka me marrë në llogari edhe atë. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun." Thot nuk ka hajvan, dabbe, hajvan i cili shkel në këtë tokë. Dabbe i thënë kullu ma yadubba ala al-ard, çdo sen që shkel në tokë. Kjo ka emrin dabbe. Pa më parasysh sa është e egër apo është e butë. Edhe pse fjala dabbe më shumë përmendet për kafshët shtëpiake, që kemi dobi. Zakonisht dabbe në Kur'an kur përmendet është qëllim, do të thotë lopa, është për qëllim kalo, është për qëllim kështu me radhë. Por se këtu përmendet çdo sen që shkel në tokë me 2 apo 4 kom. Me 2 apo 4 kom. Apo thot wala ta'irin yatiru bi janahihi, apo thot çdo shpend e cili shpend fluturon me 2 krahëroret e saj. Illa umamun amthalukum, ta dini se edhe ata janë popull sikur jush, janë krijesa sikur jush. Ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun. Thot ne thot çdo sent që bëjnë ata e shkrim në kitab. Shiqoni edhe hajvan që bëjnë veprat që i bëjnë, thot edhe ato veprat e tyre i regjistrojmë. Thumma ila rabbihim yuhsharun, thot edhe ata pastaj kanë më ringjall para Allahut subhanahu wa taala. Dhe se përmendet në hadithin të cilin hadith e transmeton Imam Muslimi rahimahullah, hadithin që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit Allahu Azza wa Jall ka me gjiku me drejtësi. Bile thot ka me gjiku mes hajvanit që ka pas brina, e ka sulmu hajvanit tjetër që nuk ka brina dhe e ka vrarë atë. Allahu subhanahu wa taala ka me gjiku edhe mes tyre 2 hajvanve. I cili hajvan me brina e ka vrarë hajvanin tjetër që s'ka brina. Dhe Allahu Azza wa Jall pasi gjikojnë mes tyre, ka me zhduk dhe ka me bë dhe ata. Ka me zhduk dhe ka me bë dhe ata, që do me thonë se nuk ka me dënu hajvanatët me zjarëm të xhehenemit. Po e përmendi këtë dhe përmendet hadithi pejgamberit sa për me tregu se Allahu Azza wa Jall edhe hajvanat ka me ringjall dhe ka me marrë në llogari dhe në fund ka me zhduk për t'ju tregu se para mendoni ju njerëzve se çfarë llogarie juve ju pret. Para mendoni juve njerëzve se a ka mundsi diçka me vuhik, të cilët njerëz kanë keni mu dënu me xhennet apo xhehenem. Ata s'kan dënim xhennet apo xhehenem. Megjithatë kanë me dhon llogari. Kanë me dhon llogari precize në hollësi dhe në detaje për atë që i kanë bë, edhe pse janë kafsh që nuk kanë mend, që nuk logjikojnë. Megjithatë Allahu Azza wa Jalla ka me ringjall, ka me vakthi shpirtin prap dhe çka ka me llogarit mesin e tyre se çfarë kanë bë. E para mendon neve krijesave çfarë na pret. Wa idha al-biharu sujjirat. Thot edhe kur
detrat kanë mu kall, kanë mu bo zjarm. Thot edhe kur uji i detit apo i detrave ka me u bo zjarm, uji ka me u shëndru në zjarm. Sa përfshin ujin ke tokë, sa ka ujin ke tokë, sa ka tokë, kush e din? 3 hisë ujë, sa në tokë. Po. 3/4 është ujë. Do në pi 4 pjesëve të tokës, 3 janë ujë, 1 është tokë. Në qatë 1 tokë e kemi edhe 100 zullume i bëjmë këtë dunjo. Për ta marrë 1 metër katror më shumë. 3 të tjera janë ujë, të cilët në ditën e gjykimit kanë më shundru në zjarm, për me qenë azab për ne, për me qenë dënim për ne, që jemi 1 pjesë e 3 hiseve. 1 hisë e 3 hiseve, që kemi bo shumë zullume dhe shumë padrejtësi. Dhe dini më fort mirë, se edhe shtash është vërtetu. Hënë shtash është vërtetu se nën ujrat ka vulkane të mëdhaja, zjarme të mëdhaja. Edhe dini fort mirë që na më çfarë ndodhi. Ndodhi si pasojë e përcitjes së tokës që është nën thellësinë e detit. Dhe dul zjarmi i madh, i cili zjarm i djegi zullumçar që kishin shkuar atje me bo 100 harame, 100 zeza. Edhe nuk ju shkon ngat. Edhe gjitha bregdeteve ku bëhet harami, edhe ato i pretë njëjta, që shkojnë me bo haram, që shkojnë mu gjvesh bura e gra së bashku, që shkojnë me bo zina rreth detit, mirësinë e Zotit me shëndru në haram dhe në gjëna, që shkojnë me pi alkohol, që shkojnë me bo tanat zezat që i din në ato vende mu shfrenu. Vallahi ta din fort mirë se nën atë ujë të fresk ka zjarm të madh, i cili nuk është dark për me dalë dhe për mi bo azab atë njerëz. Edhe kjo i pretë, na kur flasim për tsunamu dhe mendojmë shumë larg. Kjo nuk i hik edhe bregdetive të Durrësit, si hik bregdetit të Ulqinit, se ka larg se e njëjta pun botë edhe atje edhe atje. Ajo që është bën tsunamu botë në Durrës atje këto në Ulqin dhe kudo që të shkosh. Dhe nuk është larg dënimi i Zotit, nëse ata nuk e përmirësojnë gjendjet e tyre për ka e mira. Dhe se Allahu Azza wa Jall tregon se thot, ka më ordita kur këto detra kanë më shundru në zjarm. Ki ujë do të bëhet zjarm. Zjarm djegës i vrasht dhe azab për gjunahçart dhe për qafirat. Wa idha an-nufusu zuwijat, dhe në atë ditë shpirtrat kanë më bashku. Shpirtrat kanë më bo bashk. Është për qëllim që Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit çdo kujt ka me agjet eshin e vet dhe ka me bo bashk me te. Pse? Që me qenë dënimi më i vrasht. Që me përfillu me përjetu dënimin alo para se me hinë xhenem. Si ka mundësi kjo? Thot Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit çka? Ka me marë të mirit, ka me bo bashk me të mirit. Të këqit ka me bo bashk me të këqit. Haramat ka me bo bashk me haramat, sa që kam përmend dietarët, se zinaqart ka me bo bashk me zinaqart. Vjellësit ka me bo bashk me vjellësit. Ka me bo turma. Pse? Sepse këtë në xhehenem kanë me hi. Sepse të njëjtën punë kanë bo këtë së bashku. Zinaqart që kanë prek në derin e huj, krejt kanë mu bo bashk me një turm, edhe kanë mu vetë me zvete. Pse je këtu, ka me thonë zinaqar jam. A tjetër zinaqar, ku, këtë kanë këshmi zinaqar. Para mendoni se çka i pret dhe çfarë frike dhe trishtimi ju hin para se mi hin xhehenem. Qafirat që të kanë bo shirk kanë me bo bashk. Ata të cilët kanë hong mallin e hetimit kanë me bo bashk me një vend. Dhe që të gjithëve kanë me vaxhet eshin e vet. Edhe për këtë shkak fjala zauxhe apo zauj është që ti me gjet eshin tënd. Dhe se Allahu Azza wa Jall zakonisht prej ligjeve të tij është që çishim këtë dunjë burrit me agjet eshin e vet prej gruas, prej gjinis femrore. Edhe asoj gruas ja përshtat burrin e vet. Për këtë çka ka met si fjalë e urtë na, si tenxhere edhe kapaki. Si burri edhe gruaja. Allahu Azza wa Jall i përshtat. Për këtë çka i thot burrë e gru. Edhe Allahu Azza wa Jall për këtë çka në ditën e gjykimit thot wa idha nufusu zuwijat, edhe kur shpirtat kanë mu martu ka ardhur kështu. Në përkësim buk fanë martes, qa kanë mu bo bashk eshi me eshin e vetë. Të këqit me të këqit kanë mu bo bashk me një vend,
të mirët me të mirë, devotshmit me devotshmit, pejgambert me pejgambert dhe kështu me radhë. Dhe kështu me radhë. Që do me thonë se Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit gjithë ka me bo tufa e tufa për me vabo me dije se ju që të gjithë shkaku i këtij gjunajt të madh kini me qenë në xhehenem së bashku. Dhe ju të mirit shkaku i kësaj pune të mire e cila ju ka bashku në dunjo, shtas së bashku kini me qenë në xhenet për të përjetu mirësit dhe të mirat Allahut Azza wa Jall. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Thot edhe kur shpirti ka me u pyet për çfarë gjunahi ti u vrave, çfarë gjunahi bone që të vrajtën ty. Këto është për qëllim vrasja e qikave. Këto Allahu Azza wa Jalla e përmend si yrnek dhe si pasojë e një vepre që i kanë pas mushrikët e Mekkës. Çfarë vepre kanë pas mushrikët e Mekkës? Ato e kanë pas zanat që kur t'ju lindë vajzë mi bo disgjidhje, ose me jetu me marrën e vajzës, ose çka atë vajzë me marrë dhe me voros për së gjalli. Dhe ka qenë zanat të këtë një pjesë e timve që vajzat mi voros për së gjalli masi të fillojnë me ditë, masi t'i bojë 6-7 vjetë. Si kanë voros të konë e vogël, të konë që nuk di asgjë, sepse vajzën e cila është një muj apo një vjetë që merë shtinën dhe ajo nuk din. Ama kur t'i bojë 5-6 vjetë me voros për zgjalli, para mendoj çfarë vajtimi dhe çfarë trishtimi bëhet për atë. Dhe mushrikët e Mekës kësi shpirti kanë pas. Sikur se kanë kësi shpirta njerëzit që janë dinsëza, që s'kan kur një farfeje, kur një farbesimi, që marrin bijat e veta i dhunojnë. Këto e njerëzit shumë të këqi. Me dhunu bijen e vetë dikush, është ma këtë sa me voros për zgjalli. Mushrikët e Mekës kanë marrë dhe i kanë voros për zgjalli, edhe kanë prit që të hijen vetë dije, që të filloj dije dhe ka marrë e ka voros për zgjalli. Sa që përmendet shumë raste nga sahabët të cilët janë pendu nga kjo vepër, dhe thojnë, na qajmë dhe habitemi për dy punë që i kimi bo. E mjerem vetë vetën. E para thojnë qajmë për atë se kur i voroshmi bijat e tona, tu va bo hazër vorin bijat e tona, sepse qik natyrin e mirë dhe të pastër e but është. Të va bo hazër vorin, na u përlishmi dhe mjekra na u beke me plunë. Dhe vike qika e vogël, bija e me theke, ma pastre ke mjekrën, ma heke plunin për mjekrës që i kisha. A theke, une ja bësha hazër vorin asaj. Ajo ma pastre ke mjekrën, ta ma mbarojke me pastrimin e plunit për mjekrës të me une mirsha dhe shtishan dhej. Para më dëne qëfar zemre. E u dhe billah. Dhe dyta thëjnë, qeshemi dhe habitemi me vetë vetën, se e ndreqmi zotin ton prej hurmave, e kur meqmi pa buk, e mirëshmi e hajshmi zotin ton. E kanë bo zotin e vetë për hurmave, e kanë dreq, e kur meqmi pa buk, e mirëshmi e hajshmi atë. Para mendojnë e qërë paradoksi. Këtë e banë vetëm aj që s'ka fej. Këtë e banë vetëm dinsëzi. Edhe këto si vepra, si gjese të këqia, vazhdojnë deri në ditën e sotit, kush do që e ka emrin dinsës, mushrik, qafir, ai s'ka problem hiq mi bo këto vepra. Dhe Allahu Azza wa Jall përmend se thot, në ditën e gjykimit këto qika që janë vra pa faj, kanë mu vetë. Qfar gabimi kini bo që juve ju vrajta? Kjo pyetje Allahu Azza wa Jall e drejtuar ndaj këtyre vajzave është për të vazhtu dënimin atyve që i kanë vra babalarve. Sepse babalarët zakonisht i kanë marrë dhe i kanë qute edhe e kanë voros për zgjalli. Edhe çfarë ndodh kjo? Për me vazhtu, sepse ajo vajza s'ka bo kur një farë gjunaj, sepse ajo që ka hinë bilik që me bo gjuna, është e vogël para se Allahu Azza wa Jall ja drejton pyetjen asaj që me ashtu dënimin babës së vet, i cili ka marrë guximin me vra këtë vajzë. Për kësha këthot Allahu Azza wa Jall për mushrikët e Mekës, wa idha bushira bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Sot edhe mushrikët e Mekës kur i përgëzojshin se kanë vajza, dhalla wajhuhu muswadda,
ju nxike ftyra, wa huwa kadhim, edhe u idhërojke, u idhnojke, u prekke shumë. Pse Allahu i ka qu qik dhe vajz. Pastaj thot Allahu azza wa jall, yatawara min al-qawm, janë mshef nga popull, nga fisi i tyre, janë mshef. Pse min su'i ma bushira bihi ayamsikuhu ala hawnin am yadussuhu fi at-turab. Sot janë mshef nga populli i tyre dhe ka ardhur mare. Nga përgëzimi keq që ju ka ardhur, sepse i ka lind çik, edhe u ka mendu kishtash. A tjetoje me marën se i ka lind çik, apo ta mare au yadussuhu fi at-turab, apo thot ta mare këtë mare, ta vorose në dhej. Kështu kam pas mentalitetin e timve, që kur ju ka lind çik, kanë marën, ose janë vetmu dhe kanë mendu, ka thonë, tjetoj me këtë marë ta njëtën, sepse ka qenë turpi madh tek ata, që me pas dikush çik. Pse? Sepse janë friku nga fukarallëki. Sepse lindja e çikës tek ata ka qenë simbol i fukarallëkit. Shtash vim të një mesele tjetër. E njëjta ka mi ndodh atinve të cilët i abortojnë fëmijët, se frikën se s'kam ju ecë puna, se s'kam ju dal plata. E njëjta i bret. Vorosja e fëmijëve për zgjalli është e barabartë me ata që i vrasin fëmijët e vet kur e shohin se ka me gruaja 7 zone. Apo kur e shef se gruaja nuk ka çik, po ka djalë, e vret pse s'ka çik. Apo e vret pse s'ka djalë, e aborton. Abortimi dhe vorosja e mekazve nuk ka dallim me njëra ndaj tjetrën. Edhe të njëjtat fëmijët, ato kanë shpirt, sidomos mas 4 muajve, ato kanë shpirt. Kanë risk e gjel, caktum me laqe va ka pru, a ditë kur va ka pru shpirtin. Dhe edhe ato fëmijët që ti ka abortu dikush, ka me i vetë Allahun dhe gjel, pse be bi të vrajten, pse be robi jem të vrajten, pse be qik të vrajten, pse be fëmijë të vrajten, pse të vrajti nona jote, pse të vrajti baba ja. Kanë me dhonë logari. Edhe ato kanë më pyet sepse edhe ato janë krijesa. Dikush mendon se kjo është kry me mekasit dhe se mo nuk vazhdon ajo, por se edhe fetusat që i aborton dikush pa kur një farë arsye, veç pse i ka 3 fëmijë nuk e don të 4-tin, veç pse i ka 2 fëmijë nuk e don 3-tin. Shtash ka dalë 3-tin, po i don shqiptarët, sepse qeveria ka për ligj dhe bëjep ka 8.000 dinar. E udhë billah, me bo thmi për pare, mare madhe është. Kjo është mare madhe. Na muslimën bëjmë thmi, sepse kështu na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse kështu na ka mësu Allahu azza wa jall. Sepse na jemi musliman dhe kemi fe tonë që na të shtohemi. E jo të shtohemi për interesat të kësaj dunjoje për pare. Deri më herët ishte mentaliteti që mi bo di thmi. Si erdhë ligji i vëmëras për 3-tin, me marë 8.000 dinar, u lishun shqiptar me i bo 3 thmi. A për pare për bëjmë thmija. Mos kishë qenë ligji qka me abortua. Vallaj edhe ata të cëtë kanë abortu. Kanë me dhonë logarin e njëtë, sikur se mushrik të Mekës, që i kanë voros thmit e vetë për së gjallë. Wa idhe suhufu nushirat. Dhe thot në ditë Allahu azza wa jall, çdo kujt ka me shpërnda fletushkën e vet. Ka me shpërnda fletushkën e vet. Që ti shofe veprat e veta. Sepse Allahu azza wa jall thot ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Thot nuk ndodh që bile një fjalë ta thote e të afër vetes të mos ta ketë një mbikëqyrës, i cili është atid. Fjala atid do më thonë i cili shkruan çdo send në detaje dhe në hollësi. Dhe thot Allahu azza wa jall wa idha as-suhufu nushirat, thot në ditë çdo kujt ka mi dhon fleta e vet, qitapi vet, ka mi thon këto janë veprat e tuaja. Këtë ki punu në dunjo. Çdo send një mësi dhe në detaje të shkruame, nuk hi asgjë, sepse ki pas kiramen katibin, sepse ki pas melaçe të cilët shkruajnë çdo send. Të cilët shkruajnë çdo send që ke bon. E në dunjo ka me të dhonë qitapi jatë. Ka me të dhonë qitapi jatë. E lumë për atë që qitapi i vjen ka e djathta,
e mirë për atë që qitapi i vjen ka e majta. E mirë për atë që qitapi i vjen ka e majta. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi." Pastaj thot: "Wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura." Thot edhe në ditën e gjykimit kena me nxjerr një atij parasive një libër, i cili libër përmban në vetë çdo sen që ai ka bën këtë dunjë. Çdo sen që ai ka vepruar në këtë dunjë, edhe kam i thonë atij: "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Kam i thonë lexoj librin tënd. Kështu kam i thonë Allahu Azza wa Jall: "Çela librin tënd dhe lexoje. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Sepse për ty të mjafton për sot si llogaritës ki libri i jot. Veprat e tuja kanë me xhiku. Sepse ti ki mu gjiku në bazë të asaj që është shënu dhe regjistru në veprat në qitapin tënë të cilën e kanë shkryt me laqët. Wa idha as-sama'u kushitat. Thot edhe kur qielli kushitat ka ardhën këto. Edhe thot kur qielli ka me u palu. Ka me u palu. Këto 7 katë qej kanë mu zhdu krejt. Dhe Allahu Azza wa Jall ka me i palu dhe ka me i marë ka ana e djathtë të ti. Apo si pas disa komenteve me dorën e djathtë të ti. Ka me i marë Allahu Azza wa Jall. Dhe nuk ka me mbet asë gjonë në qetë për pas e arshi Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kurse 7 katë qetë, ka me i marë Allahu Azza wa Jall dhe ka me i palu dhe ka me i marë nga ana e djathtë të ti apo me dorën e djathtë të ti. Për ti mbrojt ata dhe për ti pase këto 7 katë qetë janë asgjon krahasim me kudretin dhe fuqin që e ka Allahu Subhanahu wa ta'ala. Wa idha al-jahimu su'irat. Thot në ditë edhe xhehenemi, çka ka mundze alo më shumë. Ka më u ka alo më shumë. Ka mundze alo më shumë. Me çka ka mundze alo më shumë? Wa quduha an-nasu wal-hijara u'iddat lil-kafirin. Çka me njerëzi edhe me gurës të cët i cili xhenem bëhet gati për qafirat edhe për gjunahqart. Bëhet gati për qafirat dhe gjunahqart. Edhe ka mu dhej alo ma shumë, ka mu nxe alo ma shumë, ka me fillu mu bo hazër xhenemi për t'i djeg alo ma shumë ata të cët janë për në xhenem. Wa idha al-jannatu uzlifat. Thot edhe xheneti ka më ardhën alo ma afër xhenetlive. Xheneti ka mu hec, ka mu afru afër xhenetlive. Ka me shku të jaronat e vetë, të pronart e vetë. Që me qenë ma afër, që sa më shpejt, sa më ngat me pas hyrjen në xhenet. Sepse xheneti ka mu përmallu për banorët e tij. Sikur se banorët e tij që janë përmallu për hyrjen në xhenet. Dhe Allahu Azza wa Jall ka më mundsu që xheneti të hecë dhe të afrohet afër banorëve të saj. Alimet nafsum ma ahdarat. Edhe çdo shpirt ka me kuptu se ka përfundimin dhe ku e ka përfundimin. Çdo kush ka me pas kësaj llogarie sa është për në xhenet apo është për në xhehenem. Lusë Allahun Azza wa Jall që gjithëve të na mësoj hyrjen së bashku në xhenetit e tij të mëdha dhe të mira që ka përgatitur për robët e tij të devotshëm dhe të sinqert. Dhe lusë njëkohësisht Allahun Azza wa Jall që të na mbrojë nga zjarmi i vrasht të xhehenemit, që të gjithëve së bashku dhe kështu dhe në këtë formë të na mundsoje që të gjithëve të ringjallemi faqebar me vepra të mira duke fitu xhenetin Allahut Subhanahu wa ta'ala.